Nuk do ta besoni çfarë i ndodh trupit tuaj nëse hani panxar çdo ditë. Panxari është shumë i ushqyeshëm nëse konsumohet dhe i pagatuar, por edhe në sallata, në lëngje ose edhe në gatime të ndryshme. Ai është i pasur me vitamina dhe minerale dhe përmban pak kalori. Gjithashtu është veçanërisht i lartë në folate dhe mangan, përmban një sasi të mirë të kaliumit, magnezit, fosforit, vitaminës C, vitaminës B6 dhe hekurit. Nëse e konsumoni atë në përditshmërinë tuaj, do të keni këto përfitime. Tensioni i lartë i gjakut do të reduktohet, pasi mund të përmirësoni më mirë shëndetin tuaj. Dhe lajmi është se shtimi i panxarit në dietën tuaj mund të jetë një stabilizues shumë i rëndësishëm kundër këtyre komplikacioneve. Ndihmon me tretjen. Fibra dietike janë një komponent interesant i një diete të shëndetshme, sepse trupa tanë në mënyrë kritike ka nevojë për element të fibrës, të cilën nuk e prodhojnë dot vetë, dhe konsumi i panxarit në përditshmërinë tuaj mund të jetë një aleat e mirë organizmit.